Hey guys, welcome to a Red Line Talk Show. I'm here today with Iliriana and our two special guests, our husband and wife dynamic duo, Olsi Beci and Ariola Spaiu. Welcome to the show. Welcome to the show. Olsi Beci dhe Ariola Beci. Instagrami ka Spaiu. Tashi nuk e di unë. Po ne zgjemi gjithmonë. Problemi juaj ajo. Ne zgjemi gjithmonë. Jem Spaiu, jam Beci. Kur e Beci, kur e Spaiu. Por në përrejt sociale vazhdon të jetë Spaiu, por unë akoma jemi Iliriana Sela edhe Ervin Toro. Edhe ne kemi problem, i ndajmë mbi emrat. Ka problem. Thank you for invitation. Olsi dhe Ariola Beci, dakord? I dakord. Okej. Përshëndetje njërë, mirë se vini. Përshëndetje. Ishte shumë kënaqësi që kemi ardhur sot në këtë podcast. Po. Po, në fakt është intervista parë që ne japim në Amerikë. Seriozisht? Po, të gjitha intervistat i kemi dhënë nëpër Skype ose kur kemi qenë në Shqipëri gjatë. Domethënë kjo është intervista mam të mam live in person. Live in person. Na nderuat me faleminderit. Faleminderit që aftua dhe na konsideroni pjesë të rëndësishme të podcastit tuaj. Patjetër, shiko, do i njohin se njerëzit në masën e komunitetit nuk i njohin shumë. Prandaj edhe do flasim pak për si i thon, backgroundin. Po më dha fjalë shqip tash. Pa background. Backgroundin tuaj. Edhe fillojmë me Olsi njërë si fillim. Unë realisht dua shumë që njohin Ariolën sepse ne vazhdojmë zimin të pjesë sepse të nusja e Olsit. Por Ariola ka një background jashtëzakonisht të madh dhe i vjen inat që thrasin nusja e Olsit duke thrasin Ariola. Okej, fillojmë me Ariolën. Këto podcaste duhen shumë mirë që ta prezantojnë vërtet për atë që është. Po, prandaj ashtu do të jetë. Po, prandaj erdha në Amerikë që të jetë Olsi buri Ariolës. Me zemër pres në Amerikë, buri Ariolës. Ariola, fillojmë me ty pastaj. Na thuaj pak për veten tënde. Po ç'të të them, unë jam 30 vjeç plus taksi, sapo i bëra. Para një javë. 100 vjeç. Faleminderit. E di, është shumë e vështirë, në fakt flasësh për veten, është nuk di ç'a them, se tani më duket sikur do të them fjalë të mira për veten, ku di unë. Po jo, na thuaj pak të domethënë se në Tiranë ke qenë pjesë e medias pak a shumë, ke pasi një po, na thuaj pak për atë pjesë. Në fakt neve në fakt u bën 5 vite që kemi ardhur në Amerikë dhe më mungon ajo jeta që kam lënë atje në Shqipëri. Do flasim pak për atë pjesë. Domethënë ishin pak personazhe më të njohura, dilim në për disa intervista, kemi qenë pjesë e disa kompeticioneve. Edhe po themi që unë një mbaj mend një kompeticion që keni dalë ju ka qenë. Po e kom pa edhe ishte shumë funny. Ajo njerëzit shohin vetëm pjesën që është bërë virale, pjesën loja e çiftit me kufje, por kanë qenë gjithsej 36 puntata dhe ideja ka qenë që ishin 36 çifte dhe secili çift konkuronte me një çift tjetër dhe kush humte çifti fitues konkuronte me një çift tjetër dhe ne arritëm deri në finale. Po fituam apo jo? Fituam një makinë që okej, shumë mirë. Na nderoi. Fituam ca lek, fituam ca followers, fituam një çik famë, ja u bën të gjitha kështu. Kjo për shkakun kjo pjesa më mungon nga Shqipëria. Po, ç'a them unë për veten, unë jam e lindur dhe e rritur e lindur në Dipër të vogël. Okej. Prandaj jam kaq e vogël se jam rritur në Tiranë. Edhe kam studiuar shkollën në Tiranë, kam mbaruar fakultetin për financë, kam bërë master shkencash për management business. Kur erdha këtu në Amerikë, nuk më hynin punë asnjë gjë, duhet i konvertoja dhe do bëja çdo gjë nga e para. Tani sapo kam bërë një master tjetër për event planning. Okej, për event planning. Të pëlqen kjo si biznes apo? Po shumë. Okej. Shiko, nuk është se është një gjë e re për mua, ka një zanafille gjitha kjo që është e filluar. Ka qenë e filluar që në Shqipëri, ku ne bënim foto në studio, që fillova me ato dekorimet, për një tematik specifike që është prek në New Year, apo... Tani, Ariola, si shtati ju keni 5 vjetë keni ardhur në Amerikë, apo jo? Si po ju duket Amerika një? To e të vërtetën, mos gjolsin. Atë qaj 5 minuta. Tani si më duket Amerika, në fillim ishte shumë e vështirë. E para, për mua ishte shumë e rëndësishme që nuk doja të vija, nuk më pëlqente të vija, ishe nga këto goca e mamit dhe e babit, dhe unë vi nga një familje shumë e madhe, dhe për mua ishte shumë e rëndësishme të rija dhe të jetoja dhe të plakesha në Shqipëri. Madje ishe nga këto studentët idealist që një ditë do kontribuoj për vendin tim e ku di unë çaj. Po politikës. Po, I think so. Okej.
Edhe Nuk është vonë asnjëherë të futesh. Jo, nuk e kam as për vonë as për herët. Thjesht tani është vonë që mendoj për të kthyer back në Shqipëri, I think. Se do ktheheni në Shqipëri. Me pushime. Po, Për gjithmonë, po. Për gjithmonë. Po. E ke ndarë Për mendin? gjithmonë nuk mendoj që do kthehem, sepse kjo ka qenë ëndra ime që unë të vit të jetoj në Amerikë, Okej. të rris fëmijët e mi në Amerikë, dhe mendoj që dua të jem afër tyre dhe të bëj një biznes që të jemi të gjithë përfshirë si familje. Okej. Prandaj zgjohem të ndaj këtë me event planning, se mendoj këtu në Amerikë është një gjë që o afrohesh me njëri tjetrin ose largohesh. Dhe për të ndetur afër me njëri tjetrin, mendoj që një biznes familjar është mënyra më e mirë Për ta mbajtur familjen afër. Kjo është e trik, domethënë. Nuk është trik, është një nga ëndrat e mia që unë kam patur. Vazhdo të ta them, nuk të lë, don't worry. Unë jam një njeri që jam shumë optimist nga natyra. Po. Bides dile zova një lajm, optimistët jetojnë 8 vjet më shumë. Po seriozisht. Inshallah. Po. Thuaj një se nuk e kuptuam. Unë nga natyra jam shumë optimist. Okej. Bides dje po lexoja në rastësisht një artikull që thoshte shkenca kishte vërtetuar që njerëzit optimist Jetojnë 8 vjet më shumë. 8 vjet. 8 vjet. Që është 10 vite më e madh, domethënë që do ta bëj vetëm 2 vite. Shumë mirë. Okej. Dhe çfarë po thonim? Po thonim që pse unë dua të riktu. Dua të riktu sepse jam njëri që kam njerëzve shumë ambicie, jam njëri që jam shumë optimist dhe mendoj që nëse ti do gjërat, universi fillon të rretullohet rreth teje dhe gjërat që ti do vërtet Okej. një ditë do t'i kesh. Flasim Dekor. për bizneset që keni ngritur me OK Event. Unë fola fare se për të erdha në Amerikë dhe si erdha. Ore ti Olsi, do më lësh të flas apo çfarë? Do flasim, do flasim me prandaj. Mos i prito, jo, mos i prito. Këto janë të bukura. Na thuaj sinqerisht, domethënë pak a shumë që keni filluar biznesin që në Shqipëri, këtë event planning apo jo? Tash e ke ngritur edhe këtu në Amerikë. Po. Si po ecën? Më pëlqen, e para njërë është një punë që më pëlqen ta bëj. Kur erdha në Amerikë e filluam çdo gjë nga zeroja, aq më tepër që erdhëm në Covid time, çdo gjë sapo kishte filluar Covid. Edhe erdha me 2 fëmijë të vegjël, goca vogël ishte 6 muajsh edhe e madhe 4 vjeç. Edhe tani më duket sikur po jetoja një jetë të dytë dhe si t'ia filloj edhe një nga e para. Është tani të gjithë emigrantët thonë që është shumë e vështirë dhe se për mua pa diskutim që ishte shumë e vështirë. Ishte shumë e vështirë pikë pari psikologjikisht. Edhe shpirtërisht është shumë e vështirë shkëputja nga jeta në Shqipëri, madje unë zgjohesha në orën 4, në orën 5 për të folur në video call me shoqërinë, me familjen, se e kisha shumë të vështirë shkëputje nga jeta që kisha atje në Shqipëri dhe nga njerëzit. Pastaj fillova të punoj 2 vjet dhe thash, okay, erdha në Amerikë, kam lënë gjithë jetën atje, për çfarë? Për të punuar thjesht me një rrok, kështu që duhet bëjmë something. Dhe menduam të bëjmë ato që neve kishim nisur që në Shqipëri për ta bërë. Dhe tani po e zbatojmë, po e vendosim në plan, në praktik dhe kemi filluar të kemi prenotime. Më pëlqejnë sepse njerëzit këtu janë në Shqipëri janë më detajist, ndërsa këtu janë më duket sikur janë më praktik. Njerëzit edhe këtu e shikoj që ta lënë janë më të, domethënë e kanë më të thjesht për t'u përshtatur klientit. Ta lënë pak dorë më të lirë. Edhe jam mirë, është puna që më pëlqen të bëj. Edhe po fillon me prenotime, kështu që kush ka për të pasur në prenotimin e gjë. Po çfarë konkretisht ku do fokusohesh më shumë? Çfarë lloji eventi? Tani pikë pari, unë njëherë do bëj veten time, që është event planning, nëse dikush do të duhet një event planner për të koordinuar apo për çdo lloj eventi biznesi. Pikë pari ofroj veten time, po themi njohuri që un kam, dhe ajo që mua më po ofroj vetë si shërbim është dekorimi. Sigurisht foto dhe video, edhe pastaj kam të gjithë stafin që mbi bazë të eventit plotësojnë kërkesa që janë DJ, është muzika, është cateringu, është lokali, këto janë të gjitha që merrem, janë në bashkëpunim me staf të tjerë, në bazë të eventit se çfarë kërkohet. Shumë mirë. Olsi, ti do merresh vetëm me foto dhe video, besoj. Do numroj lekë që do bëjmë. Erdhi dita. Erdhi dita. Kur themun që ka në Amerikë për ti thënë Olsi është burri Ariolës. Foto, unë kam rreth 20 vjet që jam videographer.
Dhe kur doli aparati, u bërë dhe fotografer. Okej. Se përpara ishin kamerat. Pastaj me aparat u bën të dyja, foto video, dhe në bazë të eventeve varet çfarë do njerëzit. Kur je një fotograf i mirë, edhe një patjetër dhe një kameraman i mirë, sepse duhet dish kompozimin. Dhe me kalimin e viteve njeriu është dinamik, njeriu kërkon më shumë nga vetja dhe nuk duhet të fokusohem vetëm tek fotografia dhe tek video, sepse është ti si individ nuk mund të shkosh në 2-3 vende njëkohësisht. Sepse kur ke shumë kërkesa do zgjidhesh vetëm një. Po. Kurse kur ti je shënërën zanat dhe profesion në një biznes, mendoj që ti je një koordinues i biznesit tënd, që Ke punëtor, ke punëtor, ke stafin dhe ti zgjedh pastaj që të xhirohesh dhe të ecësh përpara. Sepse në zanat, sado i mirë ti jesh, do jesh gjithmonë i kufizuar, kurse biznesi të ndihmon të koordinohesh që të ecësh bërë gjëra më të mëdha. Dhe mendoj që jam në fazën që do të shoh pak më lart se sa thjesht një fotograf apo kameraman. Megjithatë dashuroj të profesion, sepse kam shumë vite dhe për këtë profesion jam këtu ku jam sot. Biznesi tjetër është construction apo jo? Besi construction që ke filluar. Si gjithë shqiptar. Po, s'ka problem, është Kur erdha fillova duke bërë një investigim, po. Rija Cili vetëm biznes sjell më shumë lekë? Rija vetëm me njerëz të suksesshëm, po filloja ti investigoja dhe i pyesja. Studioje. Si ke bërë milionën e parë? Po. Çfarë merresh? Të gjithë fillonin construction real estate. Construction real estate. Po. Jemi Bëra një analizë të vetes time, thashëm, çfarë po bëj me fotografinë? Kur do të bëj me fotografi milionën në tim të parë? Se duke parë njerëz që shoqërisë time, njerëz me ambicie që kishin arritur shumë, që ishin po e kësaj fushës, mendova ta provoj që zgjerohen dhe në këtë lloj profesioni dhe bëra një shkollë në Columbia për Construction Project Management për të marrë të futur pak në linjën e biznesit. Plus që më jep edhe për kam si thuhet, më jep Ke dorë, kam dorë, po. Po, nëse ti ke dorë ndryshe. Biles një kuriozitet. Kur kam qenë në gjimnaz, kujdesesha për mirëmbajtjen e shkollës, rregulloja bravat. E destinuar. Tek diploma e gjimnazit, ishte ose nxjerrë shumë mirë. Kanë ndihmuar në mirëmbajtjen e bazës shkollore, që atëherë kam qenë i dhëmbas të gjërave. Po mi një sekondë, se po të pëlqen i biznes, se si zanat? Nuk është se më pëlqen, por we have to make money. Duhet ta bësh. Të bëjmë money, sepse vitet ikin, duhet të investosh për veten tënde, duhet kesh sa të ardhura. Po nuk është se ke pasion të ndrin. Pasion, është një mjet fitimi që duhet ta po se gjithë edhe ne po. Kjo është pasion. Pasioni im është fotografia, është video. Me atë unë bëj connection, zgjerë rritin tim shoqëror. Ka ndihmuar besoj kjo pjesë. Po patjetër. Dhe jemi këtu ku jemi sot. Mirë du të thëj kemi marrë burra shumë të menqur, se ka marrë nuse Dibrane. Edhe unë jem nga Dibra, po Dibra madhe se jemi madhe. Po, i Dibra vogël, po, you're right, po. është një shprehje për Dibrane, të në Dibër merë, po mos jep. Po, shprehje, është vërtet. I ka gozë dhe mira Dibra. Gjithmonë Dibër, thëmë. Okej. Ja, prandaj janë vetëm me bluzët bardha, janë të lartë e kuron. Dibranët. Jemi me Ne ka pas Zoti, po. Faleminderit. Edhe ne kemi bërë sa gjëra të mira që ne ka shpërbyer Zoti dhe gratë. Vetëm ju pas Zotit, ne çkret me ta hajt më po Do shikojmë të këto fol pak burrat. për çiften. You both obviously are supporting each other and in both of your dreams. Has it been difficult for you guys to find that balance between, you know, your passion, your family? Tell us a little bit. Do flasun e para për këtë. Sa orë fillon dhe nuk pushon. Kur kam njohur Olsin 14 vite përpara, kam thënë unë me këtë jo fare, nuk më lidh asgjë, më duket shumë karakteri ndryshëm komplet, unë as profesion as një gjë. Pastaj kishte një lloj kimie, connection që mua më pëlqente dhe kur më tha, shiko tha, unë dua një goca që thjesht të më doj, tha, dhe të më kuptoj për këtë që jam. Dhe thash, okay. Edhe unë dua një çun që të më doj dhe të më kuptoj për këtë që jam. Pastaj nuk ishte nga këto çunat kështu që unë e marr gruan, e ke parasysh fanatik. Ja, fanatik. Edhe Olsi më thoshte thjesht dua të më duash. Unë tani 22 vjeç më duke kështu si arabisht. Pas herës dy që u takuam më tha, unë e ndjej ne të dy do jemi shumë të lumtur. Okej. Kështu.
Okej, ky po ma bën me të ngecur. Po ishte një lloj kimie pa shpjegueshme dhe një lloj energjie që mua më pëlqente. Domethënë, e di mendja më thoshte që e di çfarë, më mirë ta lë se unë nuk është se po kërkoj një partner, e ku diun. Pastaj doja ta takoja, ishte kështu si energji. Po më pëlqen sepse neve kemi shumë support njëri tjetrin, edhe ajo që më ka pëlqyer në Shqipëri për shembull, po themi që domethënë nuk dua të duket keq, por në Shqipëri ti gjykohesh dhe para gjykohesh për çdo gjë që ti bën. Si sillesh, si vishesh, çfarë punë bën, edhe nëse ti ke fituar një punë asnjëherë ti nuk e fiton me meritat e tua, apo për çdo gjë pra do gjykohesh. Edhe Olsin e kisha për everything duke më thënë zemër, jetoj jetën tënde. Dhe është në rregull që ne të dy jemi mirë me njëri tjetrin, dhe zëmetër se çfarë njerëzit e tjerë thonë. Dhe unë isha në të njëjtin vibe të gjërave dhe ne kuptoheshim shumë mirë me njëri tjetrin dhe gjykoheshim për shumë gjëra, qoftë te lifestyle që bënim, te jeta që dilnim, punët që bënim. Kishte raste për shembull që unë ku punoja në bankë te Banka e Shqipërisë, punoja me tendera duhet 3 deri në 2 të mëngjesit. Me burra me gra në zyrë për shembull. Olsi rinte në shtëpi. Jo shumë meshkuj e mund ta pranonin këtë lloj gjëja. Kur s'kam pasur probleme me Olsin, sepse kemi qenë gjithmonë të e besonim shumë njëri tjetrin dhe për neve ishte shumë e rëndësishme që ne ta donim edhe ta respektoni njërin. Ja, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe ndërkohë dhe unë nuk është se kisha aq të thjesht me Olsin. Unë vija nga një profil finance, punë zyre, Olsi ishte everywhere, me të gjitha gocat e mundshme që mund të kishte Tirana, dhe mundësisht të gjitha gocat e bukura nga 2 metra, e ku diun. Domethënë besimi ka qenë aty domethënë. Po, shikon, nuk është se ka qenë aq e vështirë. Domethënë nuk është se ka qenë aq e lehtë në fillim. Për ty apo për Olsin? Për mua, se për Olsin ishte okay. Ky ishte ujku. Ditën e parë ishte okay. Ishte ujku vjetër, ky dinte si të. Duhet bëj një profesion që të jemi lundur. Kush është profesioni që bën lundur? Bësh foto gocave të bukura. Modele. Modele gjithë ditën. Dhe gjithë jetën vazhdoj të kem një profesion me goca të bukura. Por goca më të bukur e kam në shtëpi. Ato të preferuara time. Keni besim, prandaj nuk ka xhelozi. Po jashtëzakonisht. Xhelozi ka, po nuk e shfaqim. Se besoj. Kam. Si, nuk e. Domethënë si kur unë vërtojt kjo. Po ja edhe nëse kam çfarë do zgjidh asnjë gjë, çfarë do bëj? Po ndaj më në ke apo s'ke? Rëndësishme është që ti unë mos të kuptoj asgjë. Dhe rëndësishme është që ti të më duash mua dhe të më trajtosh mirë, nuk kushtosh vëmendje, po mua është okay. Për pjesën tjetër be careful. E dëgjoj ti goca. Për pjesën tjetër zoti qoftë me ty. Ose po dëgjojnë gjithë gocat tani në këtë moment. Be careful se ti më dhan, unë sa do të kem kujdes vetëm. Skema goca në Shqipëri këtu jam. Problem. Edhe këtu ka goca të mira. Po, shumë mirë. Tani shumë bukur e keni historinë. Domethënë flasim pak. Tani fal. Mbyllë këtë. Kur ka qenë për historinë, unë e kam shënë nga ropt këtë. Ka qenë gjithmonë ka qenë bukur. Pse ta mbyllim ne? Kjo do bëhet tamam klip. Sepse unë nuk e dija që Olsi ishte 10 vite e gjysmë më i madh se mua. Po mirë, nuk është shumë i madh. Nuk ishte problemi tani. Problemi ishte kur unë isha 22 vjeç. Kur unë isha 22, Olsi ishte 33. Dhe duke shumë too much, unë jam fëmija më e vogël, 10 e gjysmë. Po, almost 11. Po nuk duket. Po, ti, më pyet mua. Jo, nuk duket. Se se bëj shaka. Unë shketi bëj vrap për ditë. Jo, ja kam rinovuar kontratën. Kur e kam njohur, kam thënë, okay, po të bëj një kontratë 10 vjeçare, pastaj mbas 10 vitesh flasim. Ja bëra për 5 vjet, po tani doesn't matter. Erdha në Amerikë më mirë 3 me Olsin. Prandaj do të jetojnë shumë pozitive si të shton jetën edhe 8 vjet më gjatë. Po. Kështu që jam mirë. Je në rregull me mua. Je vazhdon të jesh e lumtur. Përpiqem. Okej. Ajo ka një marrëdhënie, mbas neve kemi 14 vjet që jemi njëri tjetrin. Mbas 14 vjetëve, nëse dashuria, respekti është 70%, jemi 70%. 100% është kur i ditën e parë kur pi kafe. Po ti gënje, oh my. 7%. Duhet ta mësoj të pak të. Jo, 7% realist, tash gjithë njerëzit tjerë të kanë më pak. Më pak, 70 je mirë. Ti je më ti mund ta kesh 90, unë kam 70. Po flas për veten time. Nuk po mësohem. Shiko? Flasim të shtëpia. Shihni lajmet, gruaja vrau burrin me inicialet OB. Se donte 70%, nuk e donte 100%. Hajde me zemër skaq. Nuk di çfarë them për këtë. Sa pa gjë. Flas për veten time. Flasim pak për se ta bëra pyetën më përpara, po Olsi të ndërpreu se ka don't worry, jam. E ka çik pikë të dobët me sa duket. Jam sorry. Te pjesa e Amerikës. Do kthehem prapë te aty. Ka kaluar 5 vjet. Po. Unë jam 31 vjeç plus 5.
Si po duket për ty dhe për Olsin, se mase ju keni dy jetë ndryshme nga ana e pikpamjes, duhet të di Edhe pak. në lifestyle-in ka qenë komplet e ndryshme. Do me thënë, kur erdha këtu, e lash... Si do duk Amerika një, kur në ato opinionet e para? Impakti parë kur erdha, ke parasysh kështu ëndra amerikana, Amerika, qendra botës, se ku diun vi këtu, përveçse Covid njërë dhe çdo gjë ishte e mbyllur. Vi këtu dhe shikoj gjëra parë bëri përshtypje garbage everywhere. Do me thënë pi, se këte dhe unë kështu, kjo është Amerika, kemi ardhur. Pastaj shikonim apartamente, ato apartamentet e vogla, bedroom të vogla, banjot e vogla, do më vija nga një shtëpi e madhe, më duke kështu si crazy në fillim. Pastaj edhe jeta më duk shumë e vështirë dhe të adaptohesha nuk më duk fare vështirë, që më thonin kështu, shiko se kur të vish atje ti do vuash, shiko se është e vështirë për shtatet me ushimin, do të marri malli për kafet e Shqipërisë, do të marri fare, nuk e pata absolutisht fare problem këtë pjesën e përshtatjes apo ku diun. Domethënë nuk është se ndjeva ndonjë gjë te kjo. E vetmja gjë që mua vazhdon që ta kem është vetëm malli që nuk e kam të vështirë të shkëputem nga jeta që kam atje. Okej, dakor, po nga ana jetesës po flasim, domethënë ato kafet, ushqimi, nuk pata, nuk është se ndjeva ndonjë diferencë. Para neve të dy kemi shumë miq këtu në Amerikë. Okay. Olsi ka më shumë edhe për shkak të profesionit që ka pasur, edhe pastaj kështu fillon, ti takon disa miq, pastaj miq takon disa të tjerë. Unë sa filloj të hapi nga Covidi, takova disa mikesha, pastaj nga këto mikesha të bën të tjera dhe u përshtata shumë kollaj me këtë jetën këtu dhe nuk është se më mungon, nuk është se po bëj ndonjë gjë më të madhe se ç'bëja në Shqipëri, domethënë, përveç disa komoditeteve që Shqipëria t'i ofron. Edhe këtu nuk i kam mundësinë t'i kem, për shembull si sot që do të vijat me fëmijët t'i bëja. Këtu jam vetë zot vetë shkop. Do të bëj everything by myself. Nuk e support domethënë. Nga pjesa. Jo, fare. Nuk kam as familjar këtu, nuk kam vetëm miq. Olsi? Edhe unë vetëm gruan kam. Jo, si që përshtypja e parë e Amerikës një po. Ja do ta them vetëm këtë gjë. Kur kemi ardhur si të gjithë shqiptarët, e ke parasysh kur ti shkon në Tiranë dhe shkon te sheshi Skënderbeu te Kajvani, edhe neve erdhëm, filluam dhe jetuam që në fillim në Manhattan, edhe 2 ditë mbrapa ku ikëm Times Square. Ikëm atje dhe Olsi tha, këtu mbushem me frymë, tha, dhe po tani e ndjej veten që jam aty ku doja të isha. Qa thumë, seriosisht? I swear. E kam me video. Dhe kam thonë do ta bëj me video të shikosh. It's the cameras, the action. Okej. Jo, unë am rritur qif vogël me frymën e New Yorkut. Po prapë i vogël është. Nuk të le të flasësh. Sorry. Jam rritur sepse prindërit e mi kanë qenë në konsullatën shqiptare tu që në vitin 1985 deri në vitin 1990, kur në Shqipëri ishte sistemi komunist, prindërit e mi ishin në konsullatën shqiptare në New York, sepse ambasada nuk funksionon, nuk ishim ambasadë në atë kohë në Washington. Po kishte konsullat. Ambasada kishin vetëm marrëdhënie diplomatike me OKB-n. Dhe unë kam mbetur 5 vjet në Shqipëri me nënën me gjyshin dhe nuk i kam parë prindërit e mi për 5 vjet. Sepse sistemi komunist nuk të lejonte që ti... Po qa ishin diplomat apo qa ishin? Diplomat, në konsullatën shqiptare. Ka qenë diplomat. Dhe 5 vjet kam në Shqipëri me nënën me gjyshin dhe kur erdhën në 90-ën që u hapën rrugët, në 90-ën prindërit e mi u kthyen sepse mbaroi misionin diplomatik. Dhe që atëherë më flisim me nostalgji për New Yorkun. Për New Yorkun. Filma, gjëra që shikonin. Ata kanë për New Yorkun baçe me lule. Pa. Ma kanë bërë baçe me lule, edhe nuk ma kanë bërë baçe me lule, por kam kuptuar një gjë, që nëse ti je e shikon, ja për çfarë zini ju të dy. Ma bëri këtë pyetje për çfarë zini ju të dy. Vazhdo. Nëse ti je një njeri social, je një njeri që ke një projekt për veten tënde, digjuan, vjedhe me një buxhet me vete dhe i ke gjërat konkretisht se çfarë do të bësh, nuk është fare problem. Nuk ka depresion, as mërzitje, sepse është një periudhë tranzicione, por nuk është aq e tmerrshme sa e bën njerëzit. Që në fillim kam dashur të jetoj në New York, kam dashur të jetoj në Manhattan, me përdora një lloj strategjie sepse do doja Manhattanin për arsye sepse do më ndihmonte për të bërë connection me njerëz të suksesshëm, që dhe unë të rritem sa më shpejt për të arritur aty ku unë dua që të jam. Dhe i mora si një investim të ndetur në Manhattan, pavarësisht se ishte jashtë mundësive të mia
ekonomike, sepse je një emigrant i ri dhe Manhattan çmimet në është Manhattan vështirë, po. dihet se si janë, Po. por preferova bëra këtë lloj llogaritje. Më mirë pak më shtrenjtë dhe njerëzit që dënjohesh në Manhattan do të janë njerëz që nesër pas nesër mund të të ndihmojnë për të ecur në rrugën tënde, edhe ti si njëri rritesh me frymën amerikane, integrohesh më shpejt në jetën sociale amerikane dhe është më kollaj për tu përshtatur në vitet në vazhdim. Dhe këtë bëra. Dhe tani që jam këtu, Mirë, dakor. kam vetëm gruan. Si po duket komuniteti shqiptar këtu një? Komuniteti Flasim pak për komunitetin shqiptar. Komuniteti shqiptar E kapa më Është- duket. Më thuaj. E kapa, vazhdo. Atëre, komuniteti shqiptar ka dy anë, Okej. mendoja, si çdo gjë. Ka njerëz që kanë arritur shumë, njerëz shumë të suksesshëm, që janë përshtatur me në jetën amerikane ashtu si çdo njeri tjetër. Okej. Ka vëre që ka dhe nga ata që nuk janë përshtatur, megjithëse mund të kenë shumë vite këtu dhe vazhdojnë të jenë brenda rrethit, me duke të qërim vetëm me njëri tjetrin, nuk janë të integruar. Dhe kjo më ka bërë shumë përshtypje dhe kam patur pak të vështirë në fillim për të ndetur me njerëz që për të ndetur me aty ku edhe unë e gjej veten time. Por kjo ndodh gjithandej, edhe në Shqipëri po thjesht ti nuk rri me gjithëri me njerëzit që ti Po, e vërtet. ndihesh më mirë. Dhe është më së normale dhe mendoj që këtu ka shumë shoqata jo fitim prurse që kanë mundohen të Të bën aktivitete, Të bëjnë të bajnë aktivitete. kulturën gjallë, po. por kam përshtypjen që nëse do përpiqen pak më shumë për të krijuar projekte për të integruar njerëzit, për të integruar shqiptarët, për të përshtatur më shumë në realitetin amerikan, do ishte gjë fantastike. Sepse nuk është, dhe është gjynaf sepse këtu është vendi i mundësive dhe ka shumë njerëz që nëse bashkëpunojnë me njëri tjetrin, mund të ndihmojnë që dhe ata që kanë ngelur pak mbrapa në mentalitet, Ose mos paragjyko. Unë mendoj nuk që është paragjykoj. çështje vizioni. Po fles, Unë mendoj që është çështje vizioni që njeriu ka dhe çështje mundësie. Mendoj jo. është mundësit i kanë gjithë. Jo, mundësit krijohen. Nuk e di, flas për vendin tim, çka kam parë këtu në Amerikë. Po është e vërtet që në përgjithësi kemi parë shqiptar për shembull që nëse kanë ardhur në 1997-ën, Shqipëria për ato ka ngelur në 1997. Unë kam marrë në të shtatën. Okej, shumë mirë. Po në përgjithësi nuk po them që shiko, nuk mund Jo, të po unë do të them, përgjithësoj, po kur i flasim për Shqipërinë për shembull që i themi që shiko se Tirana nuk është kështu habiten. Po, Se Jo, mami im është ashtu, mami im ka ngelur fiksore në të në shtatën. vitin e Ti do e kthesh disa herë ne thujmë Shqipëria është shumë e bukur, du të shkojmë të jetojmë atje, du të rrim gjatë, jo vetëm për 2 Ikni. javë. ikni dhe të inshallah. bëheni inshallah të hikni sa më shpejt, Po. tani që jeni të rinj, sepse kur të vini, do jeni tipik si gjithë shqiptarët që vendosen me shpirt të kthehen mbrapsht dhe kur kthehen pastaj Jo, pse ka pasur shqiptar që janë këtu mbrapa. ka shumë pak. Shumica që njoh Jo. puna kanë hikur me kokën kanë hikur dhe janë kthyer përsëri mbrapa dhe nuk janë kthyer me kokën mbrapa. Që kanë ikur, janë thyer dhe janë kthyer prapë? Kanë shkuar me dëshirën për të ndetur në Shqipëri. Po. Unë jam njëri nga ata. Unë kam jetuar 8 vjet në Itali Okej. dhe shkova për mos u kthyer në Shqipëri. Mbas 8 vitesh që isha në Itali, dhe atje kam punuar në art, kam punuar në opera me skenografi virtuale, kam punuar me regjisor shumë dhënë, kam qenë gjithmonë në fushën e artit. Mendova që duhet të kthehem në Shqipëri të kontribuoj në vendin tim, sepse nuk e shoh veten time në emigracion gjithë jetën. Okej. Dhe mbas 7 vitesh në Shqipëri, që ndeta në Shqipëri, vendosa të jep përsëri. Dhe sot jam këtu mbas një periudhe 8 vjeçare në Itali, 7 vjet në Shqipëri dhe tani erdha në Amerikë dhe A mendojsh pas 10 vjet të shkojsh prapë? jo, sepse unë dua tash asnjë si dihet. Por dua të shikoj gocët e mia suksesin e atyre, kontributin që më po jap tek këto dhe dua që ta shoh në jetën reale. Dua që
ti shoh se sa rritën, se sa të lumtur janë dhe duhet tim gjithmonë suport. Atë se diti si do vej më bet. Nuk e di, por unë jam njëri optimist dhe Paramendon atë. unë prandaj Ariola ishte shumë i lumtur në Shqipëri. A mendoj se fëmijët nuk të jenë të lumtur? shiko, kur shkojmë pushime, është Jo, gjë. s'është, Realiteti, Shiko tani. realiteti, një minutë, realiteti, unë e dua e jashtëzakonisht Shqipërinë. E dua pa mas, unë kam qarë shumë kur kam ardhur në Amerikë që patë këtë shkëputjen, u preka emocionalisht. Por, duke ditur se si është situata aktuale në Shqipëri, dhe se si janë gjëra, se si është e ardhme, se si është korrupsioni, se sa ti vuan për të arritur atë suksesin që ti do, sepse ka shumë bryla, ka shumë hila, vendi është i vogël dhe nuk ka mundësi për të gjithë dhe do s'do njerëz do bëjnë bryla për të arritur atë që duan. Kurse këtu është vend shumë i madh, nëse ti je zoti, mund të ecësh përpara, mund të bësh milionat, mund të kesh reputacionin tënd si biznesmen, si në jetën sociale, në të gjitha, mund ta kem gabim, por unë adhuroj New Yorkun, e dua shumë, mendoj që do jetoj këtu për shumë gjatë dhe bashkë me nusën time, shpresoj ta kem në krah, shpresoj dhe patjetër me gocët e mia që e di që do bëhen të suksesshme sepse neve po ja japim atë mundësi. Është pak interesant se gjëra si ti nuk të pëlqen Shqipërisë, ti tha korrupsioni krejt ato gjërat. E kemi të njëjtën gjë këtu në Amerikë. E kemi në New York, e kemi E di kush është vetëm ndryshim, sepse dhe e di të gjithë njerëzit që jetojnë në Shqipëri dhe mendojnë që atë kanë atë ëndrrën amerikane, e dinë atë si shtaori, si baçe me lula. Tani unë mendoj që në të gjithë vendet e botës ka korrupsion, ka politikë jo të mirë, ka burokracia, ka plot që janë të pavë dhe punojnë për po. Ama e vetmja gjë që është vend aq i madh dhe ti ke mundësi. Unë mendoj që këtu ka shumë mundësi dhe ka vend për të gjithë. Ndërsa në Shqipëri është vend pak më i vogël dhe ka mundësi pak më të vogla. Mendoj që këtë po tenton Olsi që të thotë. Nëse ajo kuptohet. Çfarë nuk kuptojmë ne tani në këtë moment, se edhe unë kam kaluar këtë fazë, është ideja që ti kur je në një vend kaq të madh, siç edhe ti, nuk shef shumë gjëra. Po fokusohesh vetëm në një pjesë që te pjesa ekonomike. Jam dakord te pjesa ekonomike. Por anashkalon shumë gjëra të tjera kur fokusohesh në atë pjesë, që është pjesa shpirtërore, pjesa sociale, pjesa edhe për fëmijët, që ti the për fëmijët. Unë mendoj që këtu është rreziku më i madh për ditë fëmijët. Pse? Sepse shkollat këtu kanë një agjend shumë të keqe. Domethënë që ti nuk e kontroll të fëmijët këtu. Ti vërtet mendon për të mirën e fëmijëve, por vjen një moment që ata të edukohen me sistemin e Amerikës. Po dhe në Shqipëri nuk është. Prap, është sistemi familjar, sistemi familjar më është sistemi familjar më i fortë. Në Shqipëri njerëzit janë paraqikojnë njëri tjetrin, njerëzit në Shqipëri, gocat në Shqipëri janë gjithë me botox, janë gjitha me buzë bëra sepse shikojnë njëra tjetrën se s'do ndjen inferiore. Kurse këtu rriten me atë frymën që je femër apo je mashkull. Jo fare. Kush tha? Ja. Edhe ajo, po ka mos si zgjedhje. Si është zgjedhja? Ajo e di shumë mirë. Shiko, Olsi tani në Shqipëri familja është komplet të lloj koncepti familjes në Shqipëri. Kemi një koncept familjar në Shqipëri, këtu nuk e ke atë koncept. Po, shumë e vërtet. Tu ai koncept si të këputesh. Jo, do shpërbohet me kohë. Se gjapo shpërbohet. Sepse fëmijët rriten me atë kulturën amerikane që është kultura e ftohtë. Në parimisht është kultura e ftohtë. Po, është vërtet. Që prindit i njohin thjesht si prindër dhe kaq, nuk është se do ta kuptosh më vonë. Tash që shumë herë. Po që do të kjo pjesë njerëzit mendojnë që dakord, un kam 28 vjet në Amerikë. Atëre, e kam bërë shkollën këtu. Shkolla kur kam bërë unë ka qenë pak më ndryshe, tani është bërë beter fare. Domethënë komplet sistemi shkollor që nga po flas nga klasa e parë deri në kolegj, po rritet me një indoktrinë që është liberal, një super liberal, domethënë që nuk kanë shumë respekt për familjen, është thjesht çështja që po i bëjnë fëmijët. Ka shumë probleme. Unë kam qenë vetë pedagoge në universitet dhe kam thënë unë fëmijët e mi të edukoj këtu. Tani të çdo gjë ka të mira dhe të këqijat pa diskutim. Kam mendimin që nëse ti i dedikon kohën tënde fëmijëve të tu. Po se dedikon do se ti po mundohesh te ekonomia, ti po punon 2 punë, 3 punë që të arish një jetesë që do ti, se bën dot, t'ja kushtosh edhe fëmijës. Nuk ka shans ja bësh.
Kur ke koha? Atëre, unë kam qef planet gjithmonë më kam pëlqyer që të eci ku do jem, ku është vetë tim as 5 vjetësh, mas 10 vjetësh. Po. Dhe prandaj kam insistuar që të bëj biznes dhe të bëjmë i suksesshëm në profesion apo në një biznes tjetër, pa rëndësi ka se ku. Një minutë Ariola, sepse është shumë e rëndësishme nëse ti ke një buxhet, ke më shumë kohë nesër pas nesër për të ndetur me fëmijët e tu, ke më shumë kohë për të bërë pushime, ke më shumë kohë ti dedikosh fëmijëve. Nëse ti arrin të koordinosh punën, biznesin, ke stafin, ke gjërat e tjera, ti je njëri më i suksesshëm për familjen. Nëse ti patjetër do punosh, teorikisht patjetër, unë flas për veten time. Unë flas për veten time, kam ardhur në Amerikë sepse dua të bëhem njëri i suksesshëm, dua të bëj biznes, I want to make money. No, wait. E ke gabim. Pa folur e ke gabim. Nëse ti punon nga mëngjesi në darkë dhe mendon që ke bërë ca lek, nuk e gjërat në balans. Ti vërtet mund të bësh, ke kursyer ca lek sepse punon nga 2 punë, por nuk e ndetur me fëmijët e tu. Po. Mund të jesh i suksesshëm sepse je ti tani. Dhe unë po mundohem që të ngrihem. Unë kam nevojë edhe për ty. E shikon pa që çdo gjë. Prandaj dhe unë kam menduar që e thash në fillim që të bëjmë një biznes familjar, event planning, që neve të rrim me njëri tjetrin, dhe ajo është e mirë menduar. Sepse unë nuk po kërkoj ta bëj vetëm. Po ka një rrugë për të shkuar deri atje, dhe deri tani ne kemi bërë ato gjatë 5 vite rrugë, që për ty mund të kenë qenë shumë të thjeshta, për mua kanë qenë shumë të vështira. Sepse Olsi vërtet ka thënë unë kam këto. Tani ne kemi një problem të madh që Olsi është shumë teorik, unë jam kompletisht të lloj natyre, është më idealist, unë jam shumë më praktike. Tani Olsi shumë mirë e ka. Unë me Olsi jam që është vizionare, I mendon këto gjëra. Ne tani vërtet po bëjmë këtë biznesin që gja është të bërë dhe po ecin gjërat shumë mirë, ama për të arritur këtu ne janë dashur 5 vite. Për të arritur shumë më lart, aty ku thot Olsi, mbas 5 vitesh I thon 5 vite të tjera, që I bie 10 vite. Deri në këto 10 vite, Olsi ka punuar shumë dhe ajo që I kam pasur në kuriz jam unë, se si ishte ti që shiko se familja ti nuk e ka, dhe në fakt është shumë e vërtet, sepse për shembull ne kemi munduar që të gërshetohemi me njëri tjetrin. Unë isha me 2 bebe të vogla, Olsi ka shkuar ka punuar dhe bara e prindërimit, në këtë rast edhe të familjes dhe të çdo gjëje të bësh jetën. Të bësh që kam pasur unë. Dhe tani kjo është më e vështirë se sa të punuarit. Ama ka dhe një gjë tjetër. Ato biletë gërvisht e fito. Edhe të bëjmë milioner. Po tani nuk janë gjërat kaq çdo njeri I suksesshëm. Edhe ti nuk je kot këtu ku je, nuk e ka. Çdo njeri I suksesshëm e ka një sakrificë kam brapa për të arritur aty ku është. Sakrificën e kam pasur unë, ama nuk e kam s'kam bërë në gjë të jashtëzakonshme, se kam bërë gjë që çdo nën dhe çdo prind e bën atë gjën. Ama edhe kjo ka ato anët e veta negative që do me thënë Olsi nuk ka qenë aty kur unë kam pasur nevojë. Qoftë dhe për mirë, qoftë dhe për keq, qoftë dhe kur fëmijët janë smur, unë më është dashur ti bëj çdo gjë vet këtu në Amerikë, për të mos thënë që në rastet më të vështira Olsi asnjëherë nuk ka qenë aty, dhe jam dashur ti bëj të gjitha vet, dhe për mua kjo ka qenë kosto mendore dhe kosto shpirtërore. Pra kush do mi paguaj mua gjitha këto gjërat kur Olsi ti bëj gjitha ato milionat? Pra çdo gjë ka kosto, kështu që teorikisht jam me Olsin, praktikisht gjërat nuk janë kaq të thjeshta. Nuk janë, po tani që ato gocat janë të vogla, shqyqy që ti kemi me jetë dhe me shëndet, tani është momenti për që ne të sakrifikohem, dhe kur ato të bëhen për gjimnaz, për të arritur në një stad tjetër shkollor, ti të kesh mundësi që të kesh mundësi të bësh një zgjedhje ku të jetosh, ku të shkollosh, çfarë shkollë private, shkollë shtetërore, e ke më kollaj për të bërë një analizë se kush është më e mira për fëmijët e tu. Por po nuk e bëre tani sakrificën, nesër do të bëhet bumerang, do vuash më shumë, do kesh më shumë halle, më shumë probleme. Një pyetje kam për. Unë mendoj, më kem gabim, por logjika ime është e shoh edhe unë me Lilianën pak a shumë jemi në një mendje. Sakrificën po e bën ti edhe Ariola apo jo? Për fëmijët. Jo, bëjmë për veten tonë, se ku më thënë kemi ardhur, shiko. Jo, ti se për veten time unë nuk isha ardhur fare këtu në Amerikë. Sepse mua do më duhen shumë vite të arrit të gjitha të suksesin që unë kam pasur në Shqipëri. I bie që sakrificën që po e bën për fëmijët. Unë po e bëj për fëmijët. Jo, unë po e bëj. Dua të ndërpres se dua të them një gjë shumë të rëndësishme. Pa ta mbaroj edhe këtë se ma bëri mua pyetjen. Po jo ma bëri mua. Unë para se të vi. Po jo ma bëri mua pyetjen. Ku ma bën fillim. Ke ardhur për Amerikë për fëmijët. Jo, patjetër për fëmijët, po kam marrë për veten time në radhë parë. I want to enjoy all my life. Po ti po roptohesh më valla, çka ka për vetëm? Po roptohem unë, është në rrudhti, unë jam më i mirë sa që flas në telefon, them Olsi sa i mirë e bëm apo goca. Është një sakrificë edhe për ty edhe për atë, sepse i dim shumë mirë fillimet kur vetëm në një vend të huaj si Amerika që është shumë herë më
më agresive, po ta themi, se është kapitalizmi më i egër, ti e di shumë mirë, bën sakrificë. Kemi bërë ne që kemi ardhur para domethënë sakrifica është, por ka një kosto kjo sakrificë. Kostoja është koston që dhe kesh ti dhe ketë edhe Ariola. Se fëmijët e tu do rriten shumë mirë, do vjen në shkollë, do kenë çdo gjë gati, do t'ja shtroni rrugën, domethënë do kenë edhe mbështetjen tuaj, por sakrifica më e madhe është juve dyve që po domethënë atë gjë që ta bëjë në Tiranë, po ta them më thjesht. Do na duhen edhe një 5 vite të tjera për të arritur minimalisht. Nuk e bën as për 5 vjet. Nuk e di, unë jam shumë i lumtur. Jetën sociale bëj, na thrasë shkëtë shpirtin njëri tjetrit, enjoyemi, kam një qetësi jashtëzakonisht psikologjike, jam shumë i qetë që u kam marrë në Amerikë. Kjo ka një kosto zemër, se jemi burë e grua dhe ti unë nuk jam da aq. Flas për veten time. Binjakën në horoskop, binjaku është egoist nga natyra. Edhe unë dua të prandaj do jetoj 8 vjet më shumë. Aty më qendrova. Dhe unë di mirë, shkojmë punë, jam happy. Dhe Ariolën çka ka për të thënë, se ty të morën vesh. Për Shqipërinë. Po, jo, për atë pyetjen që sakrificën. Tani unë dua të them vetëm një gjë. Unë përveç se thash edhe më përpara që nuk doja fare që të vija këtu në Amerikë, vetëm ajo gjë që më ka mbushur mendin isha Olci që më ka thënë, zemër, dëshiron që ti të zgjedhësh të jetosh me familjen dhe me prindit e tu sot dhe fëmijët e tu nëse pas nesër me shumë mundësi nuk do duan të shkollohen këtu në Shqipëri dhe nëse fëmijët në përgjithësi nëse fëmijët ikin dhe shkollohen jashtë shtetit, janë shumë të rrallë raste që kthehen mbrapsht dhe e vazhdojnë jetën atje. Apo dëshiron të sakrifikosh ti veten tënde sot, që nëse pas nesër të mendojmë që t'jemi dhe të plakemi me fëmijët. Po sigurisht që kjo gjë ka pasur dhe shumë kosto nga mbrapa. Të paktën për mua, Olci e ka pasur më thjesht sepse kishte provuar emigrimin prej shumë vitesh më përpara. Për shembull, unë vazhdoj akoma ta kem ndjenjën e fajit që si e kam lënë familjen, si e kam lënë prindrit, ama malli apo ajo ndjesia që ti unë shkoj, që i shikoj më të plakur dhe di për çfarë më vjen keq, të paktën për prindrit tan, që në rini e kam pasur barkun bosh, ndërsa tani në pleqëri e kanë zemrën bosh, sepse pjesa më e madhe kanë ikur, kanë emigruar. Dhe kjo është fatkesi. Shumë e vërtet, kjo pjesë, nëse unë do të ta kthej të mos ta bëjmë shumë tragjike. Ne, mendoj unë, si komunitet, duhet ta mendojmë që të kthehemi mbrapsht që të gjithë në Shqipëri, sepse po humbasim identitetin shqiptar. Po ta marr në makro tani, jo në mikro. Mikro dakor, secili shef atë. Po ti shkon në Shqipëri vetëm emigrant vere, ke gjithë dimrit janë vetëm. I bie që s'do ketë më shtet shqiptar, nëse ikin që të gjithë rinia, gjithë truri, gjithë ku ta di unë, njerëzit që kanë atë ambicien do shkojnë jashtë Shqipërisë, do ngelen jashtë Shqipërisë, nuk kanë për të kthyer më mbrapsht. Siç po mendon edhe ti. Ti nuk do mendosh të kthehesh mbrapsht apo jo. Mendoj që është proces, nëse si edhe ti Itali, Gjermani, Shqipëri, në çdo vend botës njerëzit qarkullojnë. Nuk është vetëm Shqipëria. Sa janë kthyer mbrapsht në Shqipëri? Po ka një motiv që nuk kthehen. Sepse ti shkon vit për vit në Shqipëri me pushime dhe bën një analizë të situatës atje. Ajo është çështje tjetër dhe ajo, domethënë siç bëre ti atë vendimin që morën kohë që unë do vete në Amerikë, do punoj fort, ashtu mund ta bësh në njëjtën mendim të kthesh në Shqipëri, unë do kthehem në Shqipëri, do punoj fort me atë kokforcin time që nuk e gjeti veten. E bëra, nuk pata suport fare. Nga kush? Nga kush? As nga qeveria. Shqipëria spritet të ketë suport. Jo, ja ta them unë pse. Ja ta them unë pse pata kolpën e parë që kalova në depresion sa po shkova. Ka qenë s'ka rëndësi një parti politike se s'dua të merrem me politikë. Dhe unë si emigrant i ri shkova për të bërë biznesin tim. Kisha vetëm një javë që kisha hapur biznesin, dhe erdhën direkt policia bashkiake, më mbyllën qepenin, më vunë shirita, më bllokuan, sepse ti figuron njëri që nuk paguan taksa, nuk paguan licenca. Unë isha fakt sa po filloja, sa po fusja pajisjet brenda. Dhe ti mua pse nuk më suporton? Si shtet, ke ardhur, sa ke ardhur? Apo do ti që ti marrësh emigrant deri ti sjellësh, sepse erdha se një detar i flakt. Me idenë për ndetur atje, për të kontribuar për vendin tim, do investoj, do marr kameraman, do marr staf montazhierësh, do zgjeroj biznesin tim, do marr motor. Ti pse nuk më suporton mua? Për këto e kam. Hapi i parë. Kurse këtu
ti e di shumë mirë, unë e di shumë mirë dhe njerëzit që na shohin e din shumë mirë se si funksionon. Nëse ti je një biznes i ri, dhe se sa support ke. Jo këtu, por në çdo vend. Dhe në Itali kur kam qenë, 2 vjet e para ti nuk paguje taksa. Ose ke ekonomi, ke market më të madh këtu. Okej, rregull. Unë jam i vogël, më suporto. A do që të vi unë në Shqipëri, të investoj, të rritem. Pas tu nuk ke në suport nga qeveria kur je biznes i ri. Ke kompeticion nga gjitha anët. Tu nuk mjeton dot. Është mënyrë tjetër, sistem tjetër. Nëse e kuptoj atë, nuk të vret, nuk të mbyt. Shiko, ne jetë do marrim korpën nga gjitha anët. Po. Nuk është sa jo, domethënë që hajde tash mora korpën e parë, sa korpë do kemi marrë ne këtu në Amerikë, nuk do të thotë që tash ta lëm Amerikën sepse morëm kolpa. E kupton? Duhet të gjesh mënyra të mbijetosh si në çdo vend të botës. Po në Shqipëri do të besoj unë, je në vendin tënd. Janë gjëra më të thjeshta, ke një suport që nuk e ke në një vend tjetër të huaj, por më tej është që ne po humbasim edhe një herë, po humbasim identitetin shqiptar sepse ke 1/3 e popullsisë shqiptare është jashtë Shqipërisë, që nuk do kthehen mbrapsht. Është vërtet. I bie që ne Shqipërinë do ta humbim tek një zot e di kush ta marri, po unë dua shumë vendin tim, adhuroj, jam shumë diskutim, shumë shqiptar i flak, por nëse unë shoh që shteti vendi im nuk e di në një lloj mënyre gjej suportin social shoqëror mendor nga të gjitha anët, patjetër që po, por e shoh pak në largësi këtë gjë. Mirë, dakord. Shpresoj që të ndryshojë mendja. Por mendjen do ndryshoj. Je akoma i ri. Patjetër që po, se jo. Je akoma i ri. Nëse është mundësia dhe ne kemi suport për të rritur në vendin tonë, patjetër që po. Për momentin e kemi këtu. Po. Dhe instinktivisht ti do rish aty ku ndihesh më i sigurt dhe ku shikon ke më shumë perspektivë për të ardhmen tënde. I want to say thank you for opening up this topic because this is a topic that many couples are having within each other in their homes about the sacrifices that they had to leave their family, leave their friends, leave their lifestyle, support one another. It is a very hard life to start fresh. And, the love that you guys have for each other and the energy you have is definitely showing. And I just, you definitely have 2 different opinions, but yet you guys are still united, still working together. Po ne jemi si ato shinat e treni, që asnjë nuk bashkohet. Po treni nuk ecën, po nuk That's a good analogy. So I just want to say thank you for sharing this and being, able to share this with our audience. Thank you. Yeah. Oh, jo, faleminderit. Tani Olsi i qenë shumë pozitiv, më vjen mirë se mu kam qef njerëz pozitiv. Po. Se edhe unë kam qenë pozitiv. Kam qenë. Kam qenë pozitiv. Nuk jam më pozitiv. Qa bëhet që? Nuk jam as pozitiv as negativ, jam neutral, sepse e kam kuptuar që jeta ka dinamikat e veta, si ka edhe për mirë, ka edhe për keq. Po ti je shumë pozitiv nuk është mirë, dhe ti je shumë negativ nuk është mirë. Jo, unë jam realist. Jo da. Si realist. Je pozitiv, je pozitiv. Je idealist. Edhe idealist është 2. Unë esi mi plan. Mirë ti je në rregull me veten tënde. Unë bëj planin tim 5 vjeçar dhe në mbas 5 vjetëve bëj një rezume. Ku jam me atë planin tim. Po. Jo gjithmonë dalim. Okej. 100%. Tani 5 vjeçari i parë si të ka ecur deri tani? Mirë. I'm so happy. Thank you guys. Thank you America. Okay, so what's in store for the next 5 years? Na thoj 5 vjeçarin tjetër, si të make my first 10 millions. Oh, filloj me 1 patën, jo me 10. Sepse kur kërkon 10, do bësh 5. Po kërkove 5 do për 1. Kërko shumë të mund që kesh ambicie për shumë që të patën për gjysmat. Presoj që të arish sa më shpejt milionin e parë. Është shumë e vështirë. Jam komplet racional. Është shumë e vështirë, po që nuk është e paritshme, mund të arrihet. Shiko, po i desh gjërat me forcë, me vullnet, po. Universi punon për ty. Ose punon me ose punon dhe për mua në universi. Universi vjen rreth te, gjërat ti vjen po të kërkosh me vendosmëri. Mua më kanë ardhur gjithmonë. Doja një nuse të bukur. Po. Tani na thoj pak projektet që keni që po punoni na çfarë projektesh keni në plan? Projektesh plan? Ja do flas una.
Kam Ariolën për këtë gjë. Unë Po, thjesht jam Olsi do menaxhoj legët e mia, pra thash. Okej. Se lëre çfarë bën ky idealizmat, unë jam natyrë tjetër shumë praktike. Për momentin ka filluar të kem shumë prenotime të eventeve, të dasmave, Okej. të këtyre gjë që është gjë shumë e mirë për mua. Jam në punë stabil, që na duhen disa lekë si si për të arritur ato sukseses, po gjatë kësaj rrugës së suksesit që ke Po. paguar shumë billa, shumë gjëra. Po, duhet hankër lamaj. paguash, fëmija. Kështu që nuk është aq kollaj. Ja, prandaj po them. Po prandaj kemi punuar shumë vite në Shqipëri që Po, kemi arritur këtu, se s'kemi ardhur me xhepin bosh, e Po, kemi është e vërtet, bërë këtë domethënë, pjesën. Po, është shumë e vërtet. Nuk është se ka, domethënë kemi ardhur unë mendoj që ka dy lloj emigrantës. Ato që vinë për një jetë më të mirë dhe ato emigrantët që nuk kanë po i ecën një jetë afare aty ku po jeton, dhe po shkojnë për të gjetur, nuk po themi, ku di unë, për të gjetur për të jetuar, po. Ndërsa neve ishim nga këto emigrantët që gjaj kishim jetën shumë mirë në Shqipëri dhe unë erdha prej Olsit, po. Erdhëm për të pasur pak më shumë viziona, ku di unë, mundësi perspektiv të këtyra. Mirë, shumë mirë. Më vjen mirë që keni hapur të biznesin, mund të bëjmë një bashkëpunim bashkë. Pa, me kënaqësi. Patjetër. Na duhen njerëz si puna juaj, që ta ndihmojnë edhe ne të tjerë që kemi vite këtej që po mundojmë të ngrejmë një vizion. Do të ngrejmë. Po, shumë faleminderit që ishte këtu pjesë e show-t, edhe na thoni një farë projekti që po punoni tani që jeni duke marrë. Për momentin Olsi po bën milionat e lekëve që ka pak më përpara, ndërsa unë po punoj me New York Fashion Kids Running, që është New York Fashion për fëmijët. Është një projekt që ka rreth gati 3 javë që ka filluar, do zgjaset rreth edhe 2 javë të tjera. Eventi mbahet me 4 tetor. Pjesa më e madhe e stafit nuk janë këtu në New York, vjen nga Kanadaja dhe nga vende të tjera, dhe unë po merr me të gjithë pjesën e menaxhimit, koordinimit të gjithë pjesës, sepse gjithë eventi organizohet këtu në New York. Edhe unë po merrem me të gjithë pjesën e organizimit, me mirëmbajtjen, me pjesën ku fëmijët duhet bëjnë ato praktikat, me dizajnet, me koordinim. Okej, shumë mirë. Profesionin atë që unë bëj. Shumë mirë. Edhe për momentin kemi prenotime që janë, siç tash më përpara, që kanë filluar të kemi plot prenotime për weddings, për birthday dhe këto pjesën tjetër. Ndërkohë gjatë ditës punojmë për të paguar billat. Olsi, Ariola, shumë faleminderit që ishi pjesë, u kënaqem edhe të shpresojmë të kemi herë tjetër këtu në studio. Faleminderit me shumë kënaqësi, faleminderit për ftesën dhe sukseset të mëtejshme dhe keep going. Of course. Optimizmi në maksimum. Faleminderit shumë.